gjykatësje në Elbasan, proces verbal i këtij vendimi ekziston dhe është publikuar. Taulant Balla është personi i cili ka bërë marrëveshje me kartelin e Suel Çels për të arrestuar bandat rivale në Elbasan në mënyrë që ato t'i sigurojnë qindra mijëra vota dhe kjo marrëveshje është zbatuar. Bandat rivale u arrestuan dhe karteli i drogës i Suel Çels i siguroi Taulant Ballës qindra mijëra vota. Taulant Balla është personi i cili u dërguar nga Suel Çela, nga karteli i Elbasanit, për të liruar nga burgu 2 terroristë që kishin vendosur tritol në shalën e bicikletës në Lulzim Kulls për ta hedhur atë në erë, dhe që tritoli ran nga shala dhe shpërtheu në rrugë, që të dy u liruan me udhëtimin që bëri Taulant Balla me Vac Stakën, prokuror sot është në KLG apo se ku është, dhe nuk ka asnjë mas. Taulant Balla ekziston i akuzuar në porosi që ka dhënë për të vendosur revolën në rrethimin e oborrit të një familje që ky konsideronte jo socialist në mënyrë që ata të arrestohen. Balla është autor i krimit të Toyota Yaris, ku ai u akuzua se priste 5 milion euro, por në fakt ai është i regjistruar kur ishte ministër se do dhe bëri gjithçka për të liruar jo parat, po edhe makinat që i përkisnin kartelit Çela. Pra, në qoftë se ka një zyrtar me dosje krimi më të rënda se sa Taulant Balla, ai është vetëm Edi Rama dhe askush tjetër. Natyrisht ne këto i kemi bërë publike para opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar. Por ai ka imunitet, siç ka Lubi Balluku, siç ka Edi Rama, lidhjet e tij me krimit janë një lloj imuniteti. Ne do paraqesim sigurisht komision hetimor, por 93 mandatet e krimit përdoren 83 mandatet e krimit përdoren kundër tij.